Periudha e kundërshtimit dhe konfirmimit fillon me 22 maj dhe përfundon me 24 maj 2014. Gjatë kësaj periudhe, secili votues mund të shikojë listën e votuesve e cila do të bëhet publike në zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në komunën tuaj, ose në web faqen e KQZ-s www.kqz.org. Siguroheni që emri juaj gjendet në listën e votuesve. Verifikoni emrat e atyre që i njeh dhe siguroheni se të gjithë janë përfshirë në listën e votuesve të komunës tuaj. Për çfarëdo lëshimi apo parregullësie dhe me qëllim të përmirësimit të listës së votuesve gjatë kësaj periudhe, ju mund të drejtoni ankesën pranë gjykatës së shkallës së parë. Formularin përkatës mund ta gjeni në zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve apo në web faqen e KQZ-s www.kqz.org. Fuqia në dorën tënde. Voto.